Në prag të sezonit turistik veror, çmimet e apartamenteve që jepen me qira ditore në zonat më të frekuentuara turistike si Dërmi, Shëngjin, Himar dhe Velipoj, ka shënuar një rritje të lehtë prej 3 deri në 5%. Sipas të dhënave nga platforma Booking gjatë muajit qershor dhe në fillim të korrikut, çmimet për një natë variojnë nga 45 euro në Velipoj, e renditur si zona më e lirë për akomodim, deri në 95 euro në Dërmi, që aktualisht është zona me çmimin më të lartë mesatar për një natë në hotel apo struktura të ngjashme. Ndërkohë edhe në platformën e Airbnb ku ofron apartamente për qirafa të shkurtër, vjet të re një çmim mesatar prej afër $90 për natë në fillim të muajit korrik. Nga ana tjetër, Ksamili duket se ka pësuar një ulje të lehtë në çmimet e akomodimit afat shkurtër, ku çmimi për një natë qëndron aktualisht në intervalin $55-60, duke treguar një zbritje krahasuar me një vit më parë, kur çmimet ishin më të larta për të njëjtën periudhë. Për sa i përket numrit të listimeve në Airbnb në fillim të verës së kaluar, Shqipëria arriti në 21.500 listime aktive, duke shënuar një rritje prej 39% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Pritshmëritë për këtë vit janë që ky trend të vazhdojë megjithëse me një ritëm më të moderuar rritje për shkak të fluksit më të madh të turistëve të huaj dhe vendas që kanë mbërritur në vend gjatë muajve të parë të vitit 2025.